Edhe që ato terapia që më ka përcjell me mësit, me ditë çfarë më ka bërë. Atë nashta e ke kuptuar, po propozimi është po çato ta saraj. Dëgjoj. Se ai më akuzon mu pse familja ta vjen. Çfarë pse ato? Po është e zhvilluar edhe një bisedë tjetër në mes Fatën Rajulit dhe vajzës së tij. Ku kjo e fundit me qëllim blerje i kishte dërguar përsëri foto të një veture Mercedes me çmim të rregullt 466.500. Mirë po, pandej Fatën Rajulit ishte i përgjigjur duke i treguar se veç e ka kryer punën për të blerë një veturë të tipit Audi A7 në vlerë prej 75.000. Pandej fitore të gjykus. Nëse gjykata shet arsyeshme që të administrohet si provë, ndoshta edhe ex officio mundet atë gjykimin me cilin janë dënuar Andrejt Naim Morina dhe Yusri Sheqiri. Në gjykimi i cili është pjesë e akuzës për cilin edhe është zhvilluar kjo shërbim gjyqësor. Rregull, faleminderit. A ka ndonjë dikush më shtu diçka lidhur me këtë propozitë të shtetit? Po, ka drejt. Avon është të shtetit propozimin e prokurorit. Për arsye se sa kam qenë para përgjem, që ato ka menaxhu me terapia me krejt. Është pasur gotë. Që kam menaxhu të mund të sot, sa kam qenë para përgjem, që apo s'jap me ditë, pse ka tentu me përgu çfarë terapia për ti, edhe që ato terapia që më ka përcjell me mësit, me ditë çfarë më ka bërë. Atë nashta e ke kuptuar, po propozimi është po çato ta saraj. Dëgjoj. Se ai më akuzon mu pse familja ta vjen. Pse ato? Po është diçka tjetër këtu sepse a gjykimi i cili po propozohet me administruesi provë është a gjykimi formës prerë, po janë njerëz që kanë hyrë marrëveshje për pranim fajësie dhe kanë mbyllur atë çështje. Po vjen puna te prokurori, po keq ato lidhë, ne do të keq ato lidhë. Shantazhet. Pjesën tjetër ta vëmë fjalë përtare masanina. Kjo ka vetë për propozim provës. Rregull, është morë kundërshtime. Është do më shumë për forcën. Rregull. Rregull, atëherë na orientimisht jemi në rregull, megjithatë pyelojmë hapësirën, nëse përfundojmë sot jemi në rregull, nëse jo e takojmë një ditë tjetër për pjesën e mbetur. Kështu që mos u nini në presion. Prokurori special në fjala. Rrjedhimisht, nga të gjitha provat materiale dhe ato personale të administruar për gjatë shqyrtimit gjyqësor janë vërtetuar në tërësi veprimet inkriminuese të pandeve në drejtim të vepra penale që i ngarkon ata akuzat. Gjatë gjithë rrjedhës së shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar në mënyrë të pakontestueshme se i panderi Izet Sheqiri ka qenë pronar i kompanisë MC Food. Njëkohësisht i njëjti ka ushtruar pozitën e drejtorit në këtë kompani, duke pasur kontroll të plotë mbi aktivitetin afarist, vendimarrje dhe operacionet e përgjithshme të saj. Nga provat materiale, si dhe nga vetë deklarimi i panderit Izet Sheqiri, të dhënë në shqyrtim gjyqësor, është vërtetuar se i njëjti ka qenë ndjeni dhe informuar për çdo porosi të mallit të bërë jashtë vendit nga zëvendës drejtori i kompanisë tani panderi Fatën Rajulit. Në rolin e tij, me dashje, ndjeni e me qëllim që si grup të kryejnë vepra penale, e duke ditur se pjesëmarrja e tyre në grup do të kontribuojë në realizimin e përfitimeve financiare për vete apo persona të tjerë. Kanë vepruar në forma, role të ndryshme me qëllim të realizimit të këtij aktiviteti kriminal, ashtu që duke bashkëpunuar me persona të panjohur nga shteti i Brazilit, i cili shtet realisht sa për sqarim nuk ka bashkëpunuar në identifikimin e personave të fshirë këtë grup kriminal, dhe pas marrëveshjes paraprake me të njëjtit, duke shfrytzuar kompaninë MC Food, SHBP, aktivitet primar i të cilës ka qenë importi i produkteve të mishit, fillimisht kanë lidhur marrëveshje me përfaqësuesit e kompanisë ka Brazili për importin e produkteve të mishit të pulës të ngrirë, në brenditjes së cilës është vendosur edhe substanca narkotike. Mandej, është vërtetuar se duke pas parasysh faktin se kompania MC Food për qëllimet e importit të mallit ishte kategorizuar në linë e verdhë, sipas së cilës në stacionet doganore bëhet vetëm verifikimi i dokumenteve
dhe jo kontrollimi i mondit, është shfrytzuar kjo mundësi, duke arritur që substanca narkotike prej 400 kg e llojit kokainë të transportohet nga shteti i Brazilit përvjet shtetit të Spanjës, Italisë dhe Republikës së Shqipërisë, për të futur me datë 15/5/2021 në Republikën e Kosovës përkatësisht është vendosur me kompaninë MC Food SHPP në Lipjan. Është vërtetuar se i panderi Izet Sheqiri, në cilësinë e pronorit të kompanisë MC Food SHPP, si organizator mbikëqyrës ose udhëheqës dhe drejtuesi i grupit kriminal, ka koordinuar aktivitetet kriminale dhe ka mbajtur një rol mbikëqyrës mbi gjithë aktivitetin kriminal, përfshirë caktimin e roleve të anëtarëve të grupit organizuar kriminal brenda një hierarkie të përcaktuar mirë. Në këtë drejtim është vërtetuar se i panderi Izet së bashku me panderi Fatën Brajolli fillimisht kanë planifikuar që të importojnë substancë narkotike të llojit kokainë sasi prej 400 kg dhe kjo sasi e narkotike të vendoset brenda sasisë produktit të mishit të bardhë, për importimin e të cilit mish e akuzuri Izet dhe Fatën, duke shfrytzuar kompaninë MC Food SHPP, kanë arritur që të lidhin marrëveshje me përfaqësues të kompanisë Seara nga Brazili. Pastaj është vërtetuar se i panderi Izet Sheqiri në vazhdimsi ishte interesuar për ngarkesën gjatë gjithë kohës sa ishte duke u transportuar, përfshirë edhe mbajtjen e kontaktit të vazhdueshëm me shoferin tani të panderin Fermi Bekuq, i cili ka qenë i caktuar për transportimin e substancës narkotike nga Republika e Shqipërisë për Republikën e Kosovës. Është vërtetuar se i panderi Fatën Brajolli e kishte njoftuar panderin Kadri Sheqiri për rrëfimin e substancës narkotike dhe dështyrat e tij rreth shpërndarjes së substancës narkotike, ku sipas planit pas arritjes së substancës narkotike në deponin e kompanisë, i panderi Kadri Sheqiri ishte pajtuar që ta vëjë shpërndarjen në pika të caktuara në Prishtinë dhe jashtë saj gjatë periudhës kohore 20-25 maj 2021. Nga prova materiale, raporti mjeftues i datës 17/3/2022, të ekzaminimit të telefonit të panderit Fatën Brajolli, i administruar në shqyrtim gjyqësor, është vërtetuar një fakt të rëndësishëm që ndalidhet me rastin konkret. Respektivisht, biseda e zhvilluar në aplikacionin Viber në mes të panderit Fatën Brajolli dhe vajzës e tij Erza Brajolli. Bisedë kjo që kishte të bëjë me blerjen e veture luksuese. Prova materiale në fjalë ka vërtetuar faktin se vajza e panderit Fatën Brajolli në datë 13/10/2020 në aplikacionin Viber i kishte dërguar foton një veture të tipit Mercedes A-Class, çmimi i të cilit ishte 15.500 euro. Me qëllim për ta blerë, ndërsa i panderi Fatën Brajolli ishte përgjigjur, citoj, me vonë, vitin 2021, si të na ecë puna. Përgjigja e panderit Fatën Brajolli, me vonë, si të na ecë puna. Pas një dyshim ndërlidhet me 2 tentime të importit të substancës narkotike të llojit kokainë të muajit mars vitit 2021. Ngarkesë të lartëcekra ishin identifikuar dhe sekuestruar nga autoritetet doganore spanjolle në portin e Barcelonës. Nga kjo provë materiale, e administruar në shqyrtim gjyqësor, po ashtu është vërtetuar se në datë 8/3/2021 është zhvilluar edhe një bisedë tjetër në mes Fatën Brajollit dhe vajzës së tij, ku kjo e fundit me qëllim blerje i kishte dërguar përsëri foto të një veture Mercedes me çmim të tregut 46.500 euro. Mirë po, panderi Fatën Brajolli ishte i përgjigjur duke i treguar se veç e ka kryer punën për të blerë një veturë të tipit Audi A7, në vlerë prej 75.000 euro. Ky konfirmim ndërlidhet me datën 8/3/2021, pasi që i panderi Fatën Brajolli e kishte konfirmuar vlerën e produktit të mishit në përfaqësues të kompanisë Seara, në të cilin porosi madh është gjetur substanca narkotike. Kjo marrëveshje është bërë saktësisht në ora 3:34 pas ditës, ashtu siç shihet në bisedë të zhvilluar në televizion WhatsApp, ndërsa vajzën e tij, panderi Fatën Brajolli, e kishte njoftuar në ora 20:07 të mbrëmjes se ka kryer punën për të blerë Audi A7 në vlerë prej 75.000 euro. Prova materiale në fjalë, e administruar në shqyrtim gjyqësor, ka vërtetuar edhe një fakt tjetër të rëndësishëm dhe pa kontestueshëm. Konkretisht, bisedën e zhvilluar në mes të panderit Fatën Brajolli dhe Bahtjar Isakovic rreth paketimit të produktit mishit, ku i panderi Fatën Brajolli i kishte kërkuar të njëjtit
që ja dërgojnë një foto të paketimit të mishit me arsyetim se dëshiron të shoh dizajnin e ri të atij paketimi. Në vazhdim të bisedës, përsëri Panderi Patërnojolli kishte kërkuar te mjekët që t'i dërgoj foto të 1 kilogramshit, pasi që dëshiron ta shoh paketimin real. Substanca narkotike e llojit kokainë e sekuestruar në kompaninë si Podlefjan ishte pikërisht në paketime për 1 kilogram e disa gram.